Kosova edhe këtë vit po përballet me kriza politike. Edhe pse shpresat ishin që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit të bëhet zgjidhje e të vazhdohet tutje me procese të rëndësishme për vendin, kjo nuk ndodhi. Për disa muaj me radhë, vitin e kaluar në qendër të vëmendjes ishte zgjedhja kryetarit të kuvendit, ndërsa tani vëmendja është vendosur te zgjedhja e presidentit, proces ky i cili nuk arriti të përfundoj me sukses. Si pasojë e këtij dështimi, vendi pritet të përballet për herë të tretë me zgjedhje parlamentare gjatë një kohe shumë të shkurtër. Me 5 mars në ditën e fundit kur Kosova duhet të niste procedurat për zgjedhjen e presidentit të ri sipas afatit kushtetues, procesi dështoi në kuvend edhe pse nga vetëvendosje ishin propozuar 2 kandidat. Pas disa takimeve që i pari vetëvendosjes Albin Kurti pati me kryetaret e partive opozitare si Betri Hamza dhe Lumir Abdigjiku, në pa dolje vërteta se Kurti nuk do ta nominonte më Vjosa Osmani për presidente. Edhe pse nga presidenca vetë se ishin deklaruar vazhdimisht për një mandat të dytë, e këtë se mohonte as vet Osmani. Siç duket, gatishmëria e saj për të bërë sërish presidente nuk përkonte me votat që arriti t'i siguronte paraprakisht për të garantuar një seancë ku do të votohej më pas. Mandje në pak kishte dalë edhe një gjë që thuaj se Kurti kishte garantuar se do t'i siguronte një pjesë të votave nga VV-ja, por se pjesën tjetër duhet t'a siguronte ajo vet. Por seanca për presidentin ku në kandidim ishin Konjufca dhe Mulhaxha nuk mundi të vazhdonte për shkak të mungesës së deputetëve të opozitës, ku në sallë ishin të pranishëm vetëm 66 deputet. Pas këtij dështimi, presidenti aktual e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, mandati i së cilës përfundon me 7 prill, nënshkroi dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Megjithatë, ky veprim konsiderua jo kushtetues nga partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, nga të cilit çështja u dërgua për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Situata politike në Kosovë, veçanërisht kriza për zgjedhjen e presidentit, ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare, duke bërë pjesë e raportimeve të shumë mediave të mëdha botërore. Mediumi amerikan Fox News, i cili shpesh konsiderohet i afër me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, raportoi se Kosova po përballet me një krizë kushtetuese pasi ka kaluar afati për zgjedhjen e presidentit të ri. Në raportimin e këtij mediumi, ku disa muaj më parë kishte qenë edhe ftuar presidentja Osmani, thuhet se shpërndarja e kuvendit dhe shpallja e zgjedhjeve të parakohshme erdhi pas dështimit për të zgjedhur presidentin e ri. Gjithashtu mediumi përmendi edhe vlerësimet që Donald Trump kishte bërë ndaj Osmanit për punën e shkëlqyer që ajo po bën në Kosovë. Edhe ABC News raportoi për krizën politike në Kosovë, duke theksuar se ky zhvillim përfaqëson një tjetër krizë në vendin ballkanik, i cili kishte kaluar në zgjedhje të parakohshme edhe në muajin dhjetor, pas një bllokade politike që zgjati pothuajse një vit. Ndërkohë, agjencia ndërkombëtare e lajmeve Reuters publikoi gjithashtu një lajm rreth shpërndarjes së kuvendit dhe dështimin e deputetëve për ta zgjedhur presidentin. Qysh në fjalët hyrëse të këtij raportimi, thuhet se ky veprim e zgjat edhe më tej bllokadën politike në Kosovë, vendin më të ri në Evropë, i cili synon të antarësohet në Bashkimin Evropian. Sipas raportimit, vendi kishte mbetur pa një qeveri funksionale për pjesën më të madhe të vitit të kaluar, pasi parlamenti nuk arriti për muaj të tërë të zgjedhë kryetarin e kuvendit. Ndërkohë edhe gazeta britanike The Independent komentoi zhvillimet në Kosovë, duke cituar deklaratën e presidentes Vjosa Osmani, e cila kishte theksuar se një parlament që nuk është në gjendje të zgjedhë një president nuk mund të vazhdoj pafundësisht ta zvarrisë procesin, siç po tentohet të bëhet. Të gjitha këto mediume që përmendëm e që kanë ndikim ndërkombëtar, kanë përmendur gjithashtu edhe fiturin e Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet e shkurtë të vitit të kaluar, ku pastaj u krijuan bllokada disa muajshe në kuvend. Dhe pastaj fiturin e të njëjtës parti në zgjedhjet e dhjetorit, e cila megjithatë nuk arriti të sigurojë zgjedhjen e presidentit. Derisa mediat vendore dhe ato të huaja do të vazhdojnë të raportojnë për kaosin e shkaktuar politik në vend, ende nuk dihet se si do të dilen nga kjo situatë tanim e bllokimit të institucioneve, e të cilat shumë shpejt do të mbesin sërish në detyrë.